Urime të gjithve festa e Kurban Bajramit, e gëzofshit sot edhe për shumot, unë deshta me ju pyet, a dini diçka, çka është Kurban Bajrami? A ke dëgju për Kurban Bajrami? Çka është Kurban Bajrami? A është për kujtim? A është fest? A është fest? Po. Fest e kujve është, musliman apo? Musliman. Si ka met kjo fest? Baba I krejt profetve, si me thënë, maj madhi, gjithë profetve, është Ibrahimi a.s. Dhe Ibrahimi I ka pas 2 djalë. Një djalë e ka pas emrin Ishak, tjetëri e ka pas emrin Ismail. Okej? A I kupton? Dhe Ibrahimi a.s. nuk ka pas fëmijë me gruën e parë Sara. Mandej, a I lutën Zotit dhe I thot, o Zotin ma qoni fëmijë, ma qoni djalë. Zoti ja pranon lutjen, po thot, unë do ta pranoj ty lutjen, po ti çka po më premton mu, ma e në men, premtimi, A I thot, o Zot, ti mu ma qoni djalë, e unë po të premtoj që këtë djalë ko me bo kurban për ty, ko me sakrifiku për ty. Tamam, Zoti ja dha Ibrahimi djalin. Djali emrin e kishte Ismail. Dhe, kur u rrit djali, Zoti I tha, o Ibrahim, djali tu ka rrit, tash, Çka ke premtu ti? A I thot, o Zot, unë e kom premtu që këtë djalë ty me ta falë, me po kurban, me prej djalë. Vjen koha, Ibrahimit shumë vjen keq, po qa që ka pas besimin Zot, ju ka bindë Zotit edhe ka majtë premtimin. Që do me thënë, premtimi është gjoja shumë e dëshiruar të Zotit. Okej. Merr Ibrahimi a.s. e merr Ismailin për dore, djalin e vet. I thot ajo, pap, ku po më qonë? Thot, djali e. Tha, ende pa u lind ti, unë I kom premtu Zotit, që ty kom e të bo kurban për Zotit. Po, ai nuk e ka kuptu që ka me u prej. Thot, unë ty kom e të bo kurban për Zotit. O bab, ti je I dërguar I Zotit, ti je Resulullah, ti je profet, çka do që ti të thuash edhe Zotit, Allahu, unë e pranoj. Ismaili I tha babës vetë. O bab, tha, nëse ti I ke premtu Zotit, unë e pranoj këtë premtim. Çka do ti me bo me mu, unë e pranoj. Duke shku rrugës, shejtani I tull. Shejtani I tha, o Ismail, mos shko me babën tonë, se baba jotë po dënë me të bo kurban. Këti tha, pa marë parasysh, e merë gurin edhe gjumë. Prandaj në qabe, kur t'i këshuni ato videot, kur të rritën I keni me kuptu, njerëzit I marrin I gjujnë me gur, një gurit më. Kjo ka met simbol I asaj kohë që ka dasht me mashtru shejtani a djalin sa djarti, kështu I madhë, 2-13 vjeçar, pa I marrë edhe I gjun me gur. Edhe I thot, hiqmu këti, unë e babën temen dëgjoj, çka të thot baba jem? Por edhe kur ishte I vogël, baba I vet, Ibrahimi, I kalon me një shkret të tillë. Aty ka qenë qabja, e ka ndërtu një shtëpi katrore. A keni pa qabën në televizion? Dhe, në atë qabë nuk ka pas hiç ujë s'ka pas. Çka ka bo? Këta kam pas me vdek. Çka bon Ismaili si fëmijë I vogël? Ai nëna vet, Hajere ka pas emrin, nëna vetë prej asaj stresit madh, prej frikës madhe, s'ka ujë, ka me vdek djali pa ujë,
nona vetë shkon prej një kodrë safa, te kodra tjetër merva, safa, merva, dhe i shkon i bjerë të vrapu 7 herë. Po çka bën Ismaili me duart e tia të vogla? Shkon edhe e qel gropën kështu. O Zot, dua ujë. Edhe duke gërvish tokën kështu, nona vet atje safa merva e sheh djalin e vet duke gërvish tokën, uji gurgullon. Edhe çka bën nona vet thot? Zem. Që do me thonë, në gjuhën shqipe, prit. Pra, uji zemzem. A keni një për ujin zemzem? Uji zemzem vjen prej qabës, edhe ai uji është i bekuar. Para 1000 viteve e ka gërvish me dorë Ismaili edhe uji ka dalë. Okej, e kuptum për zemzemin, apo? Pra, keni me u interesun, ChatGPT, ka mos, na i kemi Lili Gjej u ka bo shumë famous, për shkak se e ka pyet Lili Gjej, ChatGPT, çka është uji zemzem? Edhe ai ka thënë, Lili Gjej, uji zemzem është kështu, nuk i ka pyet për uji zemzem, Lili Gjej ka pyet shumë sende të mëdha. Po dhe ju mundeni me pyet ChatGPT. Dhe e kupton për ujin, kur masi e gjujti ky, Ismaili i gjujti 4-5 herë. Shejtani, se shejtani donte me mashtru. Çka është shejtani? Shejtani nuk shihet. A shihet shejtani? Po çka është shejtani? Ta bën mendjen, mos e dëgjo babin, mos e dëgjo mamën, mos e dëgjo mësuesen. Ato, këto. Edhe ky tha, jam shoj me gur, tha, hiq mu prej meje se baba jem është pejgamber, është profet. Nejse, u afrun të një pjesë e malit, të një gur, një shkallë. Kur u afrun aty, e mori Ibrahimi djalin e vetë dhe ja lidhi syt. Tha, mos ta shet se si ka me prej baba djalin, se kështu i kish premtu Zoti. O Zot, ti mu ma qoni djal, unë këtë djalin ka me ba kurban. Kurban a dini qka është? Delet. A kemi ongër sot mish kurbani? Kurban. Cila fest është sot? Kurban? Pra nuk është bajrami i Ramazanit, po është kurban bajrami. Okej. E mor, ja lidhi syt, edhe e qiti djalin e vetë me një shkallë. Edhe e mor duke qajtë baba vetë. Por i kishte premtu, kujt? Allahot. Edhe mori edhe dashti me prej. Por nuk i prente. Nuk i prente ky thika. Pse? Se Zoti s'ka dëshirë me i prej njerëzit, as kafshët. Por sakrific bani. Zoti ja pranoj. I tha, ja Ibrahim, premtimin e ke qenë vend, urno këtë dele, dash. Edhe ja qoj, dele, dash, a dini qka në dash? Dash? Shumë keq. Dash, dele, a dini qka në dele? Dash është mashkulli, burri dele. Kinxhi, pra, a u kuptun, maca maqori, dele, dash. Zoti ja pruni një dash, dashi i ka ato brinat, a i ka më trumbullakta, edhe tha, o Ibrahim, nuk i nevoj me boj Ismailin kurban, urno. Dhe ja pruni, dashi. Nga kjo, qka mësën? Qka keni mësu nga ky tregim? Bravo. Që mbaram do të me Prej, kurban, dash ose dele. Kurbani qka është? Sakrific. Qka është sakrific? Sacrification, qka të më thënë? Flijim, qka është flijim? Fliju, dishka me thënë, o Zot, unë po të premtoj, ti mua më bën doktoresh,
Ti ki qef doktoresha, po? A presidente, po? Presidente, po? Bravo. O zot, ti mu më bërë presidente, e unë kom e vo për ty, për shembull, thosh, krejt jetimat, krejt fukarat që ka në Kosovë, unë kom kujdes për ta. Për shembull, kjo është premtim. Edhe ky premtim po duhet pa tjetër të realizohet. Për ndryshe nuk e ke kry obligimin të Zotit. Që do me thanë, nëse dikuj ti premton, ti duhet me kry. A nëse dikon ti a e don mamin, a e don Zotin, Po. atë çka po bën ti për Zotin? Po marr premtimin. Jo premtimi u kry, s'ke premtu, ai ka premtu e ka kry. Na duhet me ju bind fjallë Zotit. Çka ka thënë Zoti? Për Bajram, për Qabën, ka thënë Zoti kështu. Qabën, edhe pejgamberi, paqja e Zotit qoftë mbi to dhe familjen e tij, në Qabë duhet me shku. Njerëzit kanë shku në Qabë me vizitu, me miliona njerëz. Po ata që kanë mundësi, po ata që s'kanë mundësi, qa me bona? Na s'kemi pare. 8.000 euro duhet me shku në Qabë. Tash momentalisht s'kemi pare. Ose ti je i vogël, ti nuk e ki obligim. Ama e din që ati o vendi shej, vendi Zotit, qa me bo? Pejgamberi, salavat, Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed. Pejgamberi na ka mësu, thotë, Qabën e keni te Zemra. bravo. Na nuk kemi fare me shku në Qabë, po Qabën e kemi te zemra. Te cila zemër, Shqipe? Te cila zemër? Që i ka? Që të 3 sende? Një. Që nuk e ka? Mendje masi. Ha? Nuk është mendje madh. Dikush është qytetar, dikush është shatar, dikush është libar, dikush është zezak, dikush është normal, dikush është pak kanë ndonjë tmet, krejt jemi të barabartë. Na nuk duhet, unë e kam për shembull për shembull një kerr shumë të mirë edhe unë e bëm ende madhe kush është Drita, kush është Elena, kush është Mimoza, i qa punë e madhe, unë e kam kerrin për veti, por në qose jam mende madhe, por qose nuk jam mende madhe, atëherë veturën e përdori për krejt. E dyta, urrejtje. Për me bo zemrën tonë Qabë, një duhet mos më kanë mende madhe, po më kanë normal, krejt jemi njësoj të Zotit, e dyta mos me urrejt, kërkon dyqë. Dhe e treta, mos me i bo pa drejtësi. 3 sendi. Urrejtja, heti urrejtja. Het. You know? Apja për të thit, Profet Muhammed ka thënë, ju që s'keni mundësi me shku në Qabë, për theja, Prophet Muhammad said for the ones that aren't able to go to Kabe, zemra e tyre është Qabja e tyre, Kabja e tyre. Their heart is their cave. Kabe, Mekke, Yeah, Kabe i thënë në anglisht. Por, zemra e tyre nuk duhet mi pas që të 3 sende. But their heart can't have these 3 things. Mendje madhësia, Like when you think just about yourself. yes, Yeah. urrejtja A hate. dhe padrejtësia. And like doing something Not justice. not right, like Do më thonë, Not që të 3 sende, nëse nuk i kemi në zemrën tonë, na kemi shku në Qabë. Po kuptoni? Prandaj, faleminderit shumë që keni ardhur, edhe e kemi hongër mishin e kurbanit nga fondacioni Lili Gjej dhe nga fondacioni The Sejnë Rosh për t'indali kohës. Kemi nejtë të gjithë së bashku, ju jeni shoqet edhe shoqet e mija, shokët e mi, në dhomë, edhe jeni
fatosat e mi. Fatosat e që të më thonë? Jo, Adelishën, po ma të vjeqë se Adelishën. Dhe këtë ditë, në qka e lusim na Zotin, Zoti ka me na pranu. Ajde tash po lutemi çdo kush në veti, po jo kështu lutën krishterët, na lutemi kështu, okay? Hajde, bismillahirrahmanirrahim, hajde. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Lutuni krejt çka doni. Zotit, lutjuni Zotit. Amin. Allahumme salli. Dafina shumë po lutet, inshallah Zoti t'i pranon. Ajde, lutjet, faleminderit, Zoti na pranon lutjet, Zoti na pranon lutjet. E kështu pra rime festa e Kurbanit. Ajde.